Dal nga dal, hap pas hapi, kena marrë, si që s'pyte, të marrë përgjigjen në momentin e duhur. Tani për tani, tema shtrohet të kryesore është konstituimi i parlamentit, edhe përpjekja për me ndërtu një qeverisje. Këtu jemi. A ka me pas sukses? Nuk e di. Dhe a mund të arrijet? Nuk e di. Unë besoj, gjithë besoj, që ka gjithë mund hapësirë mund ndërtu institucionet. Unë gjithë shpresoj e besoj që duhet me ka mendja racionale, ka me bizotru pjekuria politike me ullë në trojeze me ndërtu një qeverisje. Sepse, qka pas zgjedhjeve, të njetit njerës kanë më ullë me bon qeveri, se nuk ka rrugë tjetër. Paka shumë rezultatit zgjedhore ka me ka aty këtu. Dhe shtrohet pyetja, kush e jep përgjegjësinë për 9 muaj ditë që ke u bandit? Diçka që ka më bon mas 2 muajve, pse mos më bëj sot? Mendoj që është mirë më ulem edhe Kosovës me një marrëveshje të madhe. Me edhe Kosovës institucione stabile, edhe për presidenti që e dini që tani më është buzë të përmbylljes së mandatit, edhe qeverinë edhe kuvendin. Kështu do të ishte normale, pa do të ndodhë, nuk e di. Po jo çka bën, po nëjë në këtë drejtë më ndodh kjo që mos më quvendin zgjedhje pa nevojë. Shpresoj që qytetarët e Republikës së Kosovës përfundimisht do fillojnë të vlerësojnë dhe të marrin përgjes të gjithë ata të cilët nuk janë sjellë përgjeshëm me votën e tyre. Kjo mbetet shpresa. Nuk e keni diskutuar një koalicion të mëndshëm? Vjen kur të vim në atë etapë se i takojmë. E keni pas një koalicion parazgjedhor me AK-n, kjo tashmë dihet. Pse i ndatë rrugët, sepse nuk funksionoi koalicioni dhe para se të ndodhë nëntshkurtje dhe dita e votimeve, a keni pas, themi kështu një marrëveshje nën zë që mund të prishet koalicioni pasi të kryen zgjedhjet, pasi që është përmendur më pastaj që jo Nisma i ka ndihmu AK-s me inkuvend, AK-ja i ka ndihmu Nismës. Amoni men koalicionin e Nisës me AK-ën. Amoni men koalicioni ka pas aleanca. A keni mojt men mas zgjedhjeve në herë. Shëni, ne koalicion këna parë pas zgjedhore. Me dëshirën të besoj edhe janë si edhe që të bashkëpunojmë dhe mas zgjedhjeve, edhe me shumë dëshirë kemi pas orientimet tona me punu në zgjedhje bashkë. Nuk kanë dalë rezultati që e kanë pritur. Nëse dikush ka pritur që Nisma nuk merë deputet, ata ka gabuar. Dhe fatkeqësisht, si duket, ndoshta këtu ka qëllu, kanë pas pritje tjera. Ata dhe ne kanë pas pritje një rezultat më të mirë sa që ka ardhur, po kjo s'ka ardhur. Po ne që ka mundë me frënë, Nisma ka dhënë një angazhim të plot në brenda koalicionit dhe ka pas rritjet e votës vetë. Dhe rezultati ka qenë që është ne kemi qenë vullnetin e kemi pas për të vazhduar bashkëpunimin, edhe sot e kemi pas. Mas zgjedhjeve, nga ana tjetër nuk ka pas asë vullnet dhe jemi në rregull. Edhe nuk kemi obligime, se s'kemi obligime. Koalicioni ynë ka qenë pra zgjedhor,